T'jen sinqert, unë edhe kur kam qenë në bankat e shkollës me ju, nuk e kam menduar që do të vinte kaq shpejt ky moment, sepse kam menduar një proces shumë të gjatë, ashtu si vende anëtare të tjera dhe bëja krahasimin me to që ishin vende aq zhvilluara dhe mendoja ku është Shqipëria dhe ndoshta nuk e di nëse fëmijët e mi do ta arrijnë një ditë këtë. Pra duhet jemi pak më pozitiv në qasjen që kemi ndaj vetes njëherë, ndaj progresit që bëhet dhe për mos të parë dhe për mos të përpjekur gjithmonë për gjetur gjilpërën në kasht, ajsa për të ndihmuar që dhe nëse e gjejmë atë gjilpërën, të jemi ne që e heqim nga kashtat, që kashtat jetë mirë. Domethënë unë këtë do doja. Për fund, duke qenë se jemi në limitet e kohës televizive, a do ta shohim Sara Mirlen së shpejti ministre? Dhe nëse po, në cilën ministri? Është pyetje kështu, besoj se ato që i bën fëmijëve që çfarë do të bësh këtë ka rifreskime të shpeshta të kabineteve qeveritare. Madje po lexoja që te ministri i mbrojtjes mund të zvendësohet së shpejti, megjithëse ai ka pak kohë detyrë. Në fakt ka qenë publike deklarata e kryetarit ton, njëkohësisht kryeministrit, ku ka thënë se kjo do të jetë një skuadër basketbolli dhe do të jetë një mandat të cilën do ta shikojë si një lojë basketbolli, pra do të kemi rifreskime të herpashershme, vendosen në stol dhe ti mund të futesh prapë në ekip, ndryshe nga sportet e tjera, por sinqerisht unë jam në fillimet e mia. Nuk dua të gënjej askënd duke mos e thënë që nuk po e shijoj, unë po e shijoj këtë eksperiencë, mendoj që jam aty ku përkas, mendoj që po mësoj çdo ditë edhe mbi proceset, ashtu si kundër edhe se si t'jem dhe të balancoj të qenit më pranë qytetarëve, por të qenit edhe një përfaqësuese e mirë atje ku na duhet të bëjmë detyrat e vërteta, tek komisionet edhe tek parlamenti, që është një vend ku në fakt qytetarët nuk kanë ndonjë shumë akses dhe ndoshta ndonjëherë i duket si një punë e padukshme, por që më besoni merr një pjesë të mirë të kohës dhe të angazhimit. Në troqi vëmendje në fakt një prononcim juaj në parlament për impaktin social që do ketë koridori 8 në qarkun e Elbasanit, në fakt edhe duke ngritur disa shqetësime reale për disa nga banorët. Kjo është e vërtetë sepse zonat të cilat unë përfaqësoj drejt për drejt janë ato të cilat menjëherë kanë një efekt ndaj kësaj vepërmadhore pa diskutim. Unë vetë para por jam shumë e lumtur që dhe ata nuk e kanë vendosur asnjëherë në pikpyetje vepërmadhore, janë koshient se çfarë do të thotë korridori 8 për ta, por nga ana tjetër secili e di ku pikon çatia e tyre dhe në fund të ditës secili markoset për çatin që i pikon në shtëpinë e vet dhe jo për korridorin 8 apo veprat madhore. Dhe ja pikërisht kjo balancë është ajo që ne duhet gjejmë për të gjetur një të mesmetartë. Nuk e diskutoj që qytetarët e mërzitur, jo aq të kënaqur, kanë në të gjitha vendet e botës, në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, gjithmonë duhet më shumë dhe shumë mirë që ta kemi këtë presion, se këtë presion nga opozita ne nuk e kemi dhe kjo na bën pak fluturak. Kështu që shumë mirë të na bëjnë qytetarët këtë presionin për të qenë ne me këmbë në tokë, për të punuar për këtë balancën, për të mos u distancuar prej halleve dhe problemeve të tyre. Profesor, unë dua të jem e sinqert me ju dhe t'ju them se sidomos vetë përpiqem gjatë gjithë kohës që duke pasur sidomos dy realitete kaq të ndryshme, flas dhe punoj për Bashkimin Evropian Komision dhe pastaj më duhet të shkoj dhe të flas në një fshat të thellë të Elbasanit për një tub që është çar dhe një punonjës i cili nuk i përgjigjet qytetarit dhe qytetari kërkon ndërhyrjen time që ai të përgjigjet apo historira të tilla që po ne jemi koshient që janë reale sot, por të identifikojmë dhe ti rregullojmë. Kjo është ajo që unë dua të bëj, patjetër që është një nga sfidat më të mëdha, sepse janë dy realitete të ndryshme, janë dy kontraste.